Për mijëra vite, njerëzimi është ndarë në dy rrugë të ndryshme ushqimi. Ata që zgjedhin një dietë të bazuar tek perimet dhe frutat, vegetarianët, dhe ata që mbështeten tek mishi si burim kryesor, energjie, mishngrënësit. Por kush jeton më gjatë? Kush gëzon shëndet më të mirë? Dhe si ndikon kjo zgjedhje jo vetëm tek trupi ynë, por edhe tek planeti ku jetojmë? Në këtë video do të analizojmë me kujdes të dyja anët e medaljes, duke parë avantazhet, rreziqet dhe sekretet e jetëgjatësisë sipas shkencës. Drejt për drejta, vegetarianizmi, një udhëtim i gjatë drejt shëndetit, jetëgjatësisë dhe harmonisë me natyrën. Vegetarianizmi është një mënyrë jetese dhe një filozofi ushqimore që ka ekzistuar prej mijëra vitesh. Për shumë njerëz sot, zgjedhja për të mos konsumuar mish nuk është thjesht një dietë, por një vendim i ndërgjegjshëm që lidhet me shëndetin, etikën, mjedisin dhe spiritualitetin. Në këtë tekst do të shohim në detaje pse vegetarianët jetojnë më gjatë, çfarë avantazhe shëndetësore kanë, si ndikojnë në planet, dhe si kjo mënyrë jetese ka ndryshuar perceptimin tonë për ushqimin. 1. Historia e vegetarianizmit. Vegetarianizmi nuk është një shpikje moderne. Në fakt, rënjët e tij shtrihen që në civilizimet e lashta. Në Indi, filozofitë e hinduizmit, budizmit dhe jainizmit kanë predikuar mosdhun ndaj të gjitha qenieve të gjalla, ahimsa, dhe për këtë arsye, shumë pasues të këtyre feve kanë zgjedhur të jenë vegetarian. Në Greqinë e lashtë, figura të mëdha si Pitagora, Plutarku dhe Sokrati kanë diskutuar për përfitimet morale dhe shëndetësore të një diete pa mish. Pikërisht për këtë arsye, në disa vende vegetarianët njihen edhe si pitagorian. Në kohët moderne, veçanërisht pas shekullit të 19-të, vegetarianizmi filloi të përhapej në Europë dhe Amerikë, duke u lidhur me lëvizjet për të drejtat e kafshëve, shëndetin publik dhe më pas me ambientalizmin. 2. Llojet e vegetarianizmit. Shpesh njerëzit mendojnë se vegetarian është kushdo që nuk ha mish, por në fakt ka disa forma të ndryshme të vegetarianizmit. Latsto ovo vegetarian nuk konsumon mish apo peshk, por konsumon produkte të qumshtit dhe vezë. Latsto vegetarian konsumon produkte të qumshtit, por jo vezë. Ovo vegetarian konsumon vezë, por jo produkte qumshti. Vegan shmang çdo produkt me origjinë shtazore, përfshirë qumshtin, vezët, mjaltin dhe çdo produkt tjetër të përpunuar me derivate shtazore. Pesko vegetarian shmang mishin, por konsumon peshk dhe produkte deti. Ky diversitet tregon se vegetarianizmi nuk është një kornizë ngurtë, por një spektrum që lejon individët të përshtasin mënyrën e tyre të ushqyerjes sipas bindjeve dhe nevojave personale. 3. Arsyet pse njerëzit bëhen vegetarian. Arsye shëndetësore. Shumë njerëz e zgjedhin vegetarianizmin për të reduktuar rrezikun e sëmundjeve kronike. Dietat e pasura me fruta, perime, drithëra integrale, ara dhe fara ulin nivelin e kolesterolit, përmirësojnë presionin e gjakut dhe forcojnë sistemin imunitar. Arsye etike. Miliona njerëz besojnë se vrasja e kafshëve për ushqim është e panevojshme, sidomos kur ekzistojnë alternativa të shumta. Për ta, të qenit vegetarian është një zgjedhje morale. Arsye mjedisore. Industria e mishit është një nga ndotësit më të mëdhenj globalisht. Ajo konsumon sasi të mëdha uji, tokash dhe kontribuon ndjeshëm në emetimet e gazeve serë. Një dietë vegetariane është shumë e qëndrueshme për planetin. Arsye shpirtërore. Në shumë tradita fetare, shmangja e mishit shihet si një mënyrë për të pastruar trupin dhe mendjen, duke u afruar më shumë me qetësinë shpirtërore. 4. Përfitimet shëndetësore të vegetarianizmit. Shkenca moderne ka konfirmuar se një dietë e balancuar vegetariane ka shumë përfitime për trupin dhe mendjen. Redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumimi i fibrave, vitaminave dhe mineraleve ndihmon në pastrimin e enëve të gjakut. Ulet presioni i gjakut. Një dietë e pasur me fruta dhe perime ka efekt të drejtpërdrejtë në tensionin arterial. Mbrojtje nga diabeti tip 2. Studimet tregojnë se vegetarianët kanë 50 më pak gjasa të zhvillojnë diabet krahasuar me mishngrënësit. Kontrolli i peshës trupore. Vegetarianët kanë tendencë të kenë indeks më të ulët të masës trupore, B. Shëndet më i mirë i zorëve. Fibrat ushqimore ushqejnë mikrobiomën e shëndetshme të zorëve. Më pak kancer. Veçanërisht kanceri i zorës së trash lidhet me konsum të lartë mishi të përpunuar, ndërsa vegetarianët janë më pak të ekspozuar. 5. Vegetarianizmi dhe jetëgjatësia. Një nga pyetjet më të shpeshta është: a jetojnë më gjatë vegetarianët? Studime afatgjata si Adventist Health Study në SEB
kanë treguar se vegetarianët kanë mesatarisht 6-9 vjet jetë më shumë se mishngrënësit. Kjo lidhet jo vetëm me shmangjen e mishit, por edhe me një mënyrë jetese më të kujdesshme. Më shumë aktivitet fizik, konsum të ulët alkooli dhe duhanit, dhe një fokus të madh tek ushqimi i freskët. 6. Mitet më të përhapura për vegetarianizmin. Vegetarianët nuk marrin mjaftueshëm proteina. Në të vërtetë, dritherat, bishtajoret, arat dhe farat ofrojnë proteina të mjaftueshme për trupin. Kombinimi i tyre e mbulon nevojën ditore lehtësisht. Vegetarianët janë të dobët dhe pa energji. Shumë atlet profesionist janë vegetarian ose vegan dhe performojnë në nivelet më të larta. Energjia varet nga cilësia e ushqimit, jo nga prania e mishit. Njeriu është krijuar për të ngrënë mish. Njeriu është omnivor, por kjo nuk do të thotë se mishi është i domosdoshëm. Evolucioni na ka dhënë fleksibilitet për të ushqyer në mënyra të ndryshme. 7. Sfida që përballin vegetarianët. Sigurisht, edhe një dietë vegetariane mund të ketë mangësi, nëse nuk është e balancuar. Vitamina B12 gjendet kryesisht tek produktet shtazore. Prandaj vegetarianët duhet ta marrin nga suplementet ose ushqimet e fortifikuara. Hekuri. Burimet bimore të hekurit absorbohen më pak, por kombinimi me vitaminë C rrit thithjen. Omega 3. Mungesa e peshkut mund të zëvendësohet me farat e lirit, chia dhe suplementet e vajit të algave. Me planifikim të kujdesshëm, këto sfida të i kalohen lehtësisht. Vegetarianizmi dhe shoqëria moderne. Sot, vegetarianizmi nuk është më diçka e rrallë. Supermarketet ofrojnë alternativa të shumta bimore. Qumësht soje, kos me bazë kokosi, mishra bimor, madje edhe vezë bimore. Restorantet gjithnjë më shumë përfshin menu vegetariane. Ky trend lidhet edhe me rritjen e ndërgjegjësimit për klimën dhe shëndetin. Brezat e rinj po e shohin vegetarianizmin si një zgjedhje moderne dhe të përgjegjshme. 9. Një mënyrë jetese përtej ushqimit. Vegetarianizmi shpesh shoqërohet me një stil jete më të kujdesshëm në përgjithësi. Njerëzit që e përqafojnë këtë mënyrë të ushqyerjes kanë prirje të merren më shumë me aktivitet fizik, të praktikojnë yoga, meditimin dhe të kenë një marrëdhënie më të shëndetshme me natyrën. 10. Përfundim. Vegetarianizmi është më shumë se thjesht një dietë. Është një mënyrë jetese që lidh shëndetin e trupit me respektin për kafshët dhe mjedisin. Studimet tregojnë qartë se vegetarianët kanë një shans më të madh për jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Sigurisht, nuk ka një formulë magjike, jetëgjatësia varet edhe nga gjumi, stresi, aktiviteti fizik dhe shumë faktorë të tjerë. Por ushqimi është një nga gurët kryesor të themelit. Të bëhesh vegetarian është një zgjedhje e vetëdijshme, e cila jo vetëm që mund të të jap vite shtesë jete, por edhe të ndihmojë planetin të mbjetojë më gjatë. Në fund, kjo është një zgjedhje që pasqyron dashuri për veten, për të tjerët dhe për tokën që na mban gjallë. Mishngrënësit, historia, shëndeti dhe roli i mishit në jetën e njeriut. Mishi ka qenë një pjesë thelbësore e dietës njerëzore për mijëra vjet, që nga kohët e hershme të gjuetarëve shtektar deri te shoqëritë moderne urbane. Mishi ka pasur një rol qendror në ushqim, kulturë, ekonomi dhe simbolik shoqërore. Për disa, ai është një burim i domosdoshëm proteinash, hekuri dhe energjie. Për të tjerë, mishi përfaqëson traditën, forcën dhe bollëkun. Në këtë tekst, do të analizojmë me detaje pse njerëzit zgjedhin të jenë mishngrënës, çfarë avantazhesh dhe sfidash sjell kjo mënyrë ushqyerje, si ndikon në jetëgjatësinë dhe si kultura njerëzore është formuar rreth tij. 1. Historia e mishit në dietën njerëzore. Paraardhësit tanë më të hershëm nuk kanë qenë vetëm frutngrënës. Shumë antropologë theksojnë se konsumimi i mishit ka qenë një nga faktorët kyç që kanë ndihmuar zhvillimin e trurit njerëzor. Proteinat dhe yndyrat shtazore ofruan energji të koncentruar që ndihmuan në evoluimin e një truri më të madh dhe më kompleks. Gjuetia dhe përpunimi i mishit kanë qenë pjesë e ritualeve dhe jetës sociale të fisëve të lashta. Në shumë kultura, mishi nuk ishte thjesht ushqim, por edhe simbol statusi. Vetëm të fortët apo udhëheqësit kishin qasje të rregullt në mish. Në epokat e mëvonshme, mishi u bë pjesë e pandashme e kuzhinës tradicionale. Qengjin në lindjen e mesme, viçi në Europë, pula dhe deri në Azi, dhe mish deri të mosur në Amerikën Latine. Për njerëzit, mishi përfaqësonte bollëkun, fuqinë dhe mbijetesën. 2. Arsyet pse njerëzit konsumojnë mish. A. Burim i fuqishëm proteinash. Proteinat janë ndërtuesit e trupit. Ato ndihmojnë në krijimin e muskujve, hormoneve,
enzimave dhe mbrojtjen e qelizave. Mishi është një nga burimet më të pasura të proteinave të plota, duke përfshirë të gjitha aminoacidet esenciale që trupi ynë nuk mund t'i prodhojë vetë. B. Hekuri dhe vitamina B12. Mishi i kuq është një burim i shkëlqyer hekuri i heme, i cili përthithet shumë më lehtë nga trupi se sa hekuri bimor. Po ashtu, vitamina B12, e cila është jetike për funksionin nervor dhe krijimin e gjakut, gjendet kryesisht tek produktet shtazore. Shija dhe kënaqësia. Shumë njerëz thonë se mishi ka një shije dhe aromë unike që është e pazëvendësueshme. Për ta, një pjatë pa mish nuk është e plotë. D. Tradita dhe kultura. Shumë festa dhe rituale lidhen ngushtë me mishin. Qengji i Pashkës, gjeli i detit për Krishtlindje apo ditën e falënderimeve, dhe kurbanet në fe të ndryshme. Për shumë familje, mishi nuk është thjesht ushqim, por një pjesë e identitetit kulturor. E. Prakticiteti. Në shumë vende, mishi është një ushqim kryesor, sepse është i lehtë për t'u gatuar në mënyra të ndryshme dhe jep ndjesinë e ngopjes më gjatë se ushqimet bimore. 3. Përfitimet shëndetësore të mishit. Rritja e muskujve. Për shkak të përmbajtjes së lartë proteinike, mishi është i rëndësishëm për atletët dhe njerëzit që kërkojnë forcë fizike. Shëndeti i kockave. Përveç proteinave, mishi ofron edhe zink, magnez dhe vitamina të rëndësishme për kockat. Energjia. Mishi i kuq dhe organet e brendshme janë shumë të pasura me vitamina të kompleksit B, të cilat ndihmojnë trupin të kthejë ushqimin në energji. Mbështetja e funksionit të trurit. Vitamina B12 dhe yndyrna shtazore kanë rol në mbajtjen e funksionit kognitiv. Mbajtja e shëndetit riprodhues. Hekuri dhe zinku janë thelbësor për fertilitetin, sidomos te gratë. 4. Rreziqet e konsumimit të mishit. Megjithatë, mishi nuk është pa rreziqe, veçanërisht kur konsumohet në sasi të mëdha ose kur është i përpunuar. Sëmundjet e zemrës. Mishi i kuq dhe ai i përpunuar janë të pasura me yndyra të ngopura dhe kolesterol. Konsumimi i shpesht lidhet me rrezik më të lartë për infarkt dhe arterioskleroz. Kanceri i zorës së trash. Organizata Botërore e Shëndetësisë, BSH, ka klasifikuar mishin e përpunuar, sallam, proshut, suxhuk si kancerogjen të grupit 1. Obeziteti. Mishi i yndyrshëm dhe i përpunuar shpesh ka shumë kalori të fshehura. Diabeti tip 2. Disa studime tregojnë se konsumimi i mishit të kuq rrit rrezikun për diabet për shkak të ndikimit në inflamacion dhe rezistencën ndaj insulinës. Sëmundjet inflamatore. Yndyrna shtazore të tepërta mund të nxisin inflamacion kronik në trup. 5. Mishëngrënësit dhe jetëgjatësia. Nuk është e thënë që mishëngrënësit jetojnë më pak, por cilësia dhe lloji i mishit kanë shumë rëndësi. Një person që konsumon shpesh sallam, fast food dhe mish të përpunuar është më i rrezikuar për sëmundje kronike. Por një dietë që përfshin mish të bardhë, pule, peshk në sasi të moderuara, e kombinuar me fruta, perime dhe drithëra integrale, mund të jetë shumë e shëndetshme. Në disa studime, njerëzit që ndjekin një dietë mezetare, ku mishi i kuq konsumohet rrallë, ndërsa dominon peshku dhe vaji i ullirit, kanë një gjatësi shumë të lartë dhe një nivel të ulët sëmundjesh kronike. Pra, nuk është vetë fakti i ngrënies së mishit që përcakton jetëgjatësinë, por cilësia, sasia dhe stili i përgjithshëm i jetesës. 6. Roli kulturor i mishit. Në shumë shoqëri, mishi ka qenë gjithmonë një simbol fuqie dhe prestigji. Njerëzit e pasur kishin më shumë qasje në mish, ndërsa të varfërit ushqeheshin kryesisht me drithëra dhe perime. Edhe sot, në shumë kultura, një vakt pa mish shihet si i varfër ose i paplot. Për disa, ofrimi i mishit në tryez është shenjë bujarie dhe respekti për mysafirët. Mishi gjithashtu ka qenë pjesë e ritualeve fetare, kurbaneve dhe riteve të kalimit. Ai mbart një ngarkesë simbolike që e bën shumë të vështirë heqjen dorë prej tij, edhe për ata që janë të ndërgjegjshëm për rreziqet shëndetësore. 7. Etika e mishëngrënies. Një debat i madh lidhet me etikën e konsumimit të mishit. Për vegetarianët dhe veganët, mishi është një formë shfrytëzimi dhe dhimbjeje ndaj kafshëve. Por mishëngrënësit shpesh argumentojnë se kafshët janë pjesë e zinxhirit ushqimor dhe njeriu gjithmonë ka qenë pjesë e tij. Fermat e qëndrueshme dhe bujqësia organike mund të ofrojnë mish në mënyrë humane. Në shumë zona të botës, mishi është i domosdoshëm për mbijetesë, sepse nuk ka alternativa të bollshme bimore. Mishëngrënia dhe ekonomia. Industria e mishit është një nga më të mëdhat globalisht, duke punësuar miliona njerëz. Shumë vende e bazojnë ekonominë e tyre tek eksporti i mishit dhe produkteve shtazore. Nga ana tjetër, ka edhe ndikime negative.
ndotja, shfrytëzimi i tokës dhe përdorimi i tepërt i ujit. Kjo e bën të domosdoshëm gjetjen e mënyrave më të qëndrueshme për prodhimin e mishit, si fermat ekologjike, apo edhe mishin e kultivuar në laborator. 9. Sfida për mishëngrënësit në shëndetin modern. Edhe pse mishi është ushqim i fuqishëm, sfida për mishëngrënësit është balanca. Shumë shpesh, konsumimi i mishit shoqërohet me ulje të konsumit të frutave dhe perimeve. Kjo krijon mungesa të fibrave, vitaminave dhe antioksidantëve, që mbrojnë trupin nga sëmundjet. Një dietë moderne e bazuar vetëm në mish të përpunuar, pije të gazuara dhe ushqime të shpejta, është recetë për probleme shëndetësore afatgjata. 10. Përfundim. Mishëngrënësit përfaqësojnë shumicën e popullsisë së botës. Mishi është një pjesë e pandashme e kulturës, historisë dhe dietës sonë. Ai ofron proteina të plota, hekur dhe vitamina jetike, por kur konsumohet pa masë dhe në formë të përpunuar, sjell rreziqe serioze për shëndetin.